Gjirokastra tashmë e ka shtuar vetën e bukur të stresave në vëgjitëria të Krishtlindjeve. Ne kemi filluar që në datën 6 dhjetor që u ndezën drita dhe vazhdojmë akoma deri në 6 janar. Kur ka domethënë gjatë fundjavës ka më shumë lëvizje dhe turistët janë të interesuar për të gjitha produktet bio të zonës të Gjirokastrës. Unë gjithmonë çdo panajër ka marrë pjesë me të gjitha këto produkte dhe shikojnë me vërtet interesimin shumë të lartë të tyre. Tani ne që është pak sot, ka më pak lëvizje, por megjithatë ne këtë me festat gjithmonë me lëvizja fillojnë duke u rritur. Këtu jemi shumë artizan, me të ndryshme. Njëri ka, merre me produktet e mia që i bëj vetë. Njëri ka diçka të ëmbëlsira, tjetri ka lodra, domethënë ka çdo njeri ka të vetën, ne ka shikon shumë lashmëri ngjyra, domethënë që ka